Qysh nga 12 shkurti, kryeministri Edi Rama në goditjet e SPAK është detyruar të riformatojë Akshin. Pas zbulimit të organizatës kriminale me në krye Linda Karçanaj, në krye të institucionit prezantohet Gentian Tafa. Betejë për ndarjen e parave të tenderave të Akshit kishte shënuar fillimisht pengmarrjen e zëvendësdrejtorit të Akshit dhe më pas të biznesmenit Geron Meçe. Denoncimi i Meçes është kontrolli i zyrës së Ergyes Agazit, nxori në dritë se si funksiononte kjo organizatë që kishte mbështetje edhe nga policia. Tendera ndaheshin me drejtoreshën Karçanajn dhe kush nuk bindej përballej me shantazhe dhe dhunë. Hetimi i pengmarrjes zbuloi se edhe Komisioni i Prokurimit Publik kishte lidhje me veprimet e organizatës. Misioni i pashpallur i Tafës duket se është pajtimi i grupeve që përfunduan në SPAK. Pala e dëmtuar e Geron Meçes do të joshet me tendera me qëllim që të distancohet nga SPAK. Në këtë operacion ndihmon edhe KPP, i cili varet direkt nga kryeministri Rama. Ndërkaq grupi që gjendet në arrati i Ergyes Agazit dhe Ermal Beqiri do të detyrohet të pranojë ekuilibrin e ri. Brenda kësaj kornize vijnë zhvillimet e reja. Më 17 mars 2026 Geron Meçe ju hap drita jeshile të përfitojë një kontratë 3 miliard lek. Objekti është ndërtimi i sistemit informatik dhe menaxhimit të proceseve të brendshme për drejtoritë e përgjithshme të burgjeve, institucioneve të vartësisë dhe infrastrukturës hostuese. KPP vendosi që Akshi të vazhdojë me hapat e tjerë të procedurës pasi u verifikua se oferta e kompanisë ABS të Geron Meçes ishte rivlerësuar. Shqyrtimi i ankesës kishte nisur në qershor të vitit të kaluar, por në gusht do të ndodheshin disa probleme që sollën kthes në raportet e Geron Meçes me Akshin dhe KPP-n. Nga dosja e Akshit në SPAK mësojmë se rrëmbimi i Geron Meçes kishte lidhje ndër të tjera edhe me tenderin e mësipër. Dyshohet se personat të cilët organizuan rrëmbimin dhe kërcënimin ndaj tij kishin një autoritet apo lidhje brenda KPP që ka aftësinë dhe kompetencën për të verifikuar. Gjatë deponimit ai përmendi edhe emrin e një anëtari të KPP që sipas që është i lidhur me biznesmenin Ermal Beqiri. Me këtë të fundit, Geron Meçe tregoi se kishte konflikte të vazhdueshme në fushën e tij të operimit. Ky anëtar i KPP për të cilin Geron Meçe dyshohet ishte Kreshnik Ternova. Unë dyshoj se personi brenda KPP quhet Kreshnik Ternova me detyrë antar i këtij komisioni. Dyshimi im ndaj tij lidhet me njohjen që ai ka me shtetasin Ermal Beqiri. Ajo që dua të theksoj është se ka shumë procedura që edhe kur KPP më ka dhënë të drejtë, antari Kreshnik Ternova ka qenë kundër në minorancë. Siç është edhe një procedurë për mirëmbajtjen e sistemit të kamerave të drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, ku ka antar në mbledhjen ballafaquese midis KPP dhe kompanisë ankimuese, i është drejtuar autoriteti prokurues që të klasifikojë si tender i klasifikuar, gjë e cila ishte drejt për drejt me qëllim për të nxjerrë jashtë loje kompaninë tonë, thuhet në dëshminë e Geron Meçes. Ai u mbajt peng për shumë orë dhe u kërcënua me pistolet në ballë që të tërhiqej nga ankimimet dhe tenderat ku merrte pjesë në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Biznesmeni Geron Meçe tha se të nesërmen e pegmarrjes ai kërkoi pranë Komisionit të Prokurimit Publik dhe vetë Akshit që kjo tërheqje të anulohej. Kjo me justifikimin se serverat e kompanisë së tij ishin hakeruar. Kërkesa nuk u pranua nga KPP. Të nesërmen e rrëmbimit shoqata ABS ka bërë kërkesë për pezullimin e njoftimit të tërheqjes pranë KPP dhe Akshi me argumentimin se serverat janë hakeruar një ditë më parë. Por pavarësisht se kam kërkuar pezullimin e njoftimit të tërheqjes, KPP në kundërshtim me ligjin ka marrë vendim datë 13 gusht 2025 për mospranimin e pezullimit të njoftimit të tërheqjes, pavarësisht se nuk ka pasur kohë që të fuste në rendite, pra të përgatisë 24 orë përpara. Më pas kompanisë ka ardhur njoftimi ku thuhet se firma elektronike është bërë më datë 15 gusht dhe jo më datë 13 gusht. Dhe në bazë të ligjit KPP vihet në lëvizje me kërkesë për tërheqje dhe jo me njoftim për tërheqje si në rastin ton. Vetë biznesmeni tha më tej në dëshminë e tij çdo procedurë e tij ankimuar në KPP zgjat më shumë se 2 muaj. Kjo sipas tij ndodhi qëllimisht pasi asnjë procedurë nga aplikantët e tjerë nuk zgjat kaq shumë. Për këtë arsye ai mendon se personi që fshihej pas rrëmbimit të tij ishte Ermal Beqiri. Kjo pasi sipas tij pas çdo procedure të tillë qëndron një nga kompanitë e tij ose kompani që janë lidhur me të. Pas këtij kalvari, më 12 janar 2026, Komisioni i Prokurimit Publik e ka kthyer pllakën. Një vendim pranonte pjesërisht ankesat e Geron Meçes për tenderin. Tenderi u vënua edhe 2 muaj të tjerë pasi drejtoresha e Akshit u akuzua si pjesëtar e organizatës kriminale dhe korrupsionin me tenderat. Tashmë që Rama vendosi një drejtor pune me tenderat, rifilloi aty ku e kishte lënë Karçanaj. Gjithsesi ka pasur edhe një presion nga pala në arrati. Prandaj zgjidhja ka qenë gjithëpërfshirëse. Në të njëjtën ditë, më 17 mars 2026, drejtori Tafa i Akshit ka njoftuar Operation Economic, Communication Progress se është fituesi i tenderit për mirëmbajtjen e rrjetit të thesarit të shtetit. Edhe ky është tender që ka nisur qysh para një viti dhe ishte pjesë e synimit të organizatës kriminale. Më konkretisht, kontrata ka si objekt mirëmbajtja e sistemit informatik të menaxhimit financiar. Për Ministrinë e Financave, kozgjatja e kontratës është 24 muaj, mirëmbajtje nga dita e nënshkrimit. Fondi limiti caktuar është 169.4 milion lek të reja pa TVSH ose 1.73 milion euro pa TVSH.
Siç shihet në dokument, 3 operator kanë bërë ofertë me vlerë 0 lek. Pronari i kompanisë fituese Gentian Likaj është i lidhur familjarisht me Ermal Beqirin. Hetimet e SPAK kanë zbuluar se biznesmeni Ermal Beqiri fiton tendra edhe përmes kompanive të lidhura me familjarë të tij. Konkretisht, procedura për implementimin e infrastrukturës së desktopëve virtual për Autoritetin e Aviacionit Civil u fitua nga subjekti Communication Progress për vlerën e rreth 1 milion eurove pa TVSH. Kompania në fjalë është në pronësi të bashkëjetuesit të motrës së Beqirit, shtetasit Gentian Likaj. Edhe në këtë procedurë vihet re futja kriterit të pajisjes së punojësve me certifikat sigurie CSP, e cila është e pavend pasi të dhënat e prodhuara dhe komunikuara nga Autoriteti i Aviacionit Civil nuk janë të klasifikuara, theksohet në dosjen e SPAK. Ndërsa tenderi thesarit hasi pengesa, një nga operatorët ekonomik pjesëmarrës, kompania Datalog, depozitoi ankimim në Komisionin e Prokurimit Publik. KPP pas shumë muajve shqyrtim vendosi rrëzimin e ankesës më 27 janar 2026, duke i hapur rrugë akshit për finalizimin e procedurës dhe shpalljen e fituesit. Fitoria e Communication Progress vjen në një moment kur hetimet për skandalin e tenderave të akshit janë ende aktive. Sipas dosjes së SPAK, në krye të skemës së dyshuar për manipulimin e tenderave dyshohet se qëndronin Ermal Beqiri dhe Ergys Agazi. Disa drejtues të institucionit janë vendosur nën maza sigurie nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kjo ka shtuar dyshimet se edhe pse prej figurave kryesorë janë larguar nga skena ose janë në kërkim rrjeti kompanive përfituese, vazhdoni i qetë arkëtimet të parave të buxhetit të shtetit. Tenderi i thesarit ishte bërë problematik dhe po bllokonte pagesat. Ja çfarë udhëzonte Agjencia e Prokurimit Publik disa javë më parë. Njoftohen të gjitha autoritetet, entet kontraktore buxhetore të cilët për zhvillimin e procedurave të prokurimit duhet të pajisin me numër transaksioni nga dega e thesarit, referuar urdhrit numër 18 data 4/02/2026 për vijimin e procesit të ekzekutimit të buxhetit të shtetit për vitin 2026, në kushtet e mosfunksionimit të sistemit AFMIS të Ministrisë së Financave, autoritetet, entet kontraktore duhet të kërkojnë në adresën e emailit info@gov.al heqjen e integrimit me AFMIS, me qëllim vijueshmërinë e hapave të mëtejshëm të procedurës. Por bëni durim, me radhin e tafës në krye të akshit nis era e re. Kriza do të zgjidhet, palët do të pajtohen.